questo prodotto va interrato prima del trapianto delle culture. Ky produkt duhet të hidhet në tokë gjatë frezimit, sepse duhet të jetë i pranishëm kur të vendosim për mbjelljet. Gjatë kësaj periudhe, ai fillon të tretet dhe qëndron në tokë gjatë gjithë ciklit jetësor të kulturës bujqësore. Është më mirë të vendoset si plerim bazë, sepse i jep tokës lëndën organike, e cila është thelbësore që të jetë e pranishme në tokë, por mbi të gjitha, sepse duhet të tretet dhe të kryejë funksionin e saj brenda afatit kohor të ciklit vegetativ dhe prodhues në çdo kulturë bujqësore. Përmirëson strukturën e tokës, e bën më të pasur me lëndë organike që janë thelbësore, pasi me kalimin e kohës, lënda organike humbet, qoftë sepse ushqimi nuk ka qenë i mjaftueshëm dhe nuk është i disponueshëm, ose sepse ka shumë toka bujqësore që kanë mangësi të këtyre lëndëve. Për këtë është e nevojshme të shtohet lëndë organike përmes azafert, dhe kjo është e domosdoshme për të gjitha kulturat bujqësore, të cilat e kanë shumë të rëndësishme të kenë lëndën organike në tokë. Ky produkt ka arsye shtesë të përmbajtjes së mallit të aminoacideve, të cilat i aktivizojnë të gjithë elementet që ka toka, por edhe ato që shtohen nga pleruesit e tjerë, dhe kjo është arsyeja pse janë kaq të rëndësishme aminoacidet që përmban azafert. Duke e furnizuar tokën me lëndën organike azafert, e cila ka shumë aminoacide, fermerët kanë dy përparësi. Njëra është sepse e përmirësojnë shumë strukturën e tokës, dhe së dyti, i japin me pak lëndë të tjera shtesë, sepse bimet do të shfrytëzojnë ato që është tashme në tokë dhe që aktivizojnë pikërisht aminoacidet që ndodhen tek azafert. Pra do të ketë 30% me pak produkte kimike që përdoren gjatë gjithë kohës së kultivimit të produkteve, sepse bimet do të shfrytëzojnë ato që përmban toka dhe që nuk janë mobilizuar me parë. Un 30% in meno di prodotti che diamo durante l'anno perché va a sfruttare quelli che sono contenuti nel terreno, che sono immobilizzati nel tempo, hai capito? 4 ettari e mezzo sono pieno campo. Di tutto. Angurie, peperoni,